Nisa, për ta mbyllur, shikoni si bën. Nëse vjen dikush nga Shqipëria, na sillni ndonjë pako kafe turke, do t'ja dinim për nder. Every single day, I'm gonna make something great. That's my... Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video tjetër që besoj të jetë interesante. Atëherë, pikë së pari jam Majlinda njëherë, ju që jeni të rinë dhe më shikoni për herë të parë dhe do juftoja të më bëni subscribe në kanalin tim. Ndërsa ju që më ndiqni si gjithmonë, ju falenderoj shumë që vazhdoni më suportoni. Jo më kote nisa videon duke bërë kafe turke, që me qëra lafi ta provojmë njëherë. Shumë e mirë. Si që keni parë dhe nga titulli, kjo video ka të bëj me gjërat që janë ndryshe, të çuditshme në UK, në Angli. E nisa me kafen turke me që është më kështu, më diçka që më bëri shumë përshtypje. Ndoshta po ta kisha menduar pak më gjatë, okay, do kisha thënë kafe turke është turke, xhezve ka lidhje me Turqinë, domethënë nuk ka lidhje me Anglinë por thjesht nuk e kisha menduar kaq gjatë. Nejse, nëse mbani mend nga video e kaluar ku më ishte bërë thoj copash, ishte pikërisht për këtë gjën këtu, që quhet xhezve dhe që përdoret për të bërë kafe turke. Okej, dhe për të zirë vezë apo shumë gjëra të tjera, por kryesisht për kafe turke. Edhe një të tillë këtu në Angli, si të mos gjesh në asnjë vend, edhe unë shkoj gjithë qef, domethënë fillim, supermarket, që të merja një, se po ta dija do i kisha marrë nga Shqipëria. Edhe nuk kishte, dhe kur filloj pastaj më thonë të gjithë, po jo, këtu nuk ka, anglezët nuk e njohin xhezven, dhe pastaj thash, okay, logjike është se tani e turke, është gjë turke, nuk është se pin kafen turke, por ka vetëm në dyqane turke, do me thënë janë disa dyqane që i kanë turq edhe kanë lloj gjërash, nuk e di, erza, xhezve, kafen turke, shumë gjëra që nuk ekzistojnë në supermarketet këtu, domethënë. Kështu që unë duke munduar të rregulloja një xhezve që ishte prishur, t'i fusja këtë bishtin në vendin e vet, u coptua thoj, domethënë nga mishi dhe ose i madh, që të mos e kapja kështu me peshqir ose diçka. Thash po i rregulloja bishtin, po nuk arrita. Gjithsesi këtë e gjeti Erioni në një dyqan turk bashkë me një tjetër që ishte me kapak. Domethënë as dy një lloj nuk kishte, kështu që është pak e vështirë për t'i gjetur. Edhe kafen turke me qira llafi nuk ka shans ta gjeni këtu dhe fiksi ajo e Shqipërisë, as në dyqane turke nuk ka, që është domethënë e bluar aq imët, kështu që nëse keni në mendje të vini dhe të jetoni këtu, mbushni valixhen me kafe turke dhe xhezve dhe interesoni për gjëra që nuk ka këtu, sepse do t'i kërkoni. Mbarua me xhezven që na doli shpirti për të gjetur e për të kërkuar. Nëse vjen dikush nga Shqipëria, na sillni ndonjë pako kafe turke, do t'ja dinim për nder. Bëj shaka, po realisht nuk ka, domethënë këtu. Pastaj, kryesorja që është kundra dhe ndryshe nga të gjithë është makina, timoni i makinës që është në krahun e djathtë, edhe që në rrugë duhet ecësh patjetër nga krahu tjetër. Kjo është domethënë gjëja që ja bën bam këtu, që e di që je në Angli, momentin që shikon këto. Edhe të duhet shumë kohë që të mësohesh, sepse duket sikur do përplasesh kur shef makinat që vinë në anën që ti mendon se je futur gabim, kështu që duhet pak kohë që ta ambientohesh me këtë. Gjëja tjetër që prapë e kisha harruar, e dija, po e kisha më kishte dalë nga mendja, sepse siç e dini, domethënë ne kemi marrë tostierën, ekspresin dhe disa gjëra nga siç i kemi pasur, sepse ishin
pothuajse të reja edhe nuk kishim pse të shpenzonim t'i blinim prap këtu, kështu që janë prizat. Të dashurat priza janë kështu. Janë të tilla. Edhe ky është një adaptor që ne e kemi marrë dhe është për të vendosur prizat europiane në priza angleze, britanike. Kështu që nëse keni gjëra në prizë që duhet futen prizë dhe i merrni me vete, ose duhet merrni një prizë adaptor, ose duhet i blini gjërat këtu. Kishte në supermarket, por ishin, nuk e di, nuk mbanin fuqi, sepse provuam ekspresin dhe u dojq priza, mbasi ishin thjesht për karikues telefoni, nuk e di. Ndërsa këto, si që keni parë, i kam porositur në Amazon. Kam marrë 3 copë si këto dhe nuk na duhen më, janë mjaftueshëm. Tjetra tani, që besoj se ja kam treguar në një video për derën, se si mbyllej dera, kur po dilja herën e parë vetëm, e thjesht nuk i kisha vënë re, domethënë që dera mbyllej mbrap, shprap. Nuk ulej Tereza poshtë, po ngrihej lart. Do t'ja demonstroj tani edhe me video, po edhe kjo ishte një gjë shumë e çuditshme, domethënë dhe ngatrohesha, nuk mësohesha, nuk dija ta mbyllja dot, po gjithsesi shikojeni se si mbyllet. Tani po ju tregoj se si hapet dera, okay, është me çelës. Për tu hapur, këtë e hap kështu, normalisht e ul poshtë. Ndërsa për ta mbyllur, shikoni si bën? Dhe që ta mbyll dhe çelësin, okay, duhet i kem të dyja duart e lira, por duhet ta ngrej kështu. Roel, që e kam zor ta bëj me njërën dorë, por e ngrej këtë edhe vendos e lëviz çelësin, domethënë që mbyllet pastaj. Një gjë tjetër është se në përgjithësi këtu nuk parashikoj kondicioner. Ndoshta sepse vera nuk është e nxehtë dhe nuk ju duhet për të bërë ftohtë për shembull, edhe përgjithsisht kanë kalorifer që ngrohen, por kondicioner nuk më ka rastisur që të shikoj, kështu që edhe këtë e pash si një gjë të çuditshme. Gjithsesi, domethënë, në Amazon, xhezve domethënë mund të gjenit edhe aty, por ishin goxha të shtrenjta, ishin 11 pound, edhe duhet merrje minimumi 2 copë, më duket. Po ashtu edhe kafja turke, aty është më e shtrenjtë, ndërsa tek dyqanet turke mund ta gjeni me 5 ose 6 pound një xhezve. Kështu që, por në Amazon keni çdo lloj gjëje që mund t'ju shkojë në mendje. Kalojm tek disa gjëra që unë i kam shumë qef, domethënë. E para është një shurup. Okej, nuk kam qef shurupin, se sa më pak t'i japim fëmijëve aq më mirë, por ky jepet që 2 muajsh, nga 2 muajsh e lart domethënë fillohet. Gjë që në Greqi për shembull nuk e kam hasur këtë gjë. Vetëm me ujë fiziologjik më ka rastisur. Nuk di nëse ekziston një shurup për moshë kaq të vogël, por ajo që më pëlqen është kjo që është si shiring që ka nga brenda, edhe të tregon 2.5 dhe 5 ml. Edhe që e vendos tek shurupi, e ka këtë pjesën fix për shiringën, domethënë. Edhe e mbush kaq sa do. Nuk e di, domethënë këtë e adhuroj, është shumë praktike për shurupin kjo gjëja. Se sa luga që mund të derdhet ose kapakët ose çdo lloj forme tjetër. Tani ky është për temperaturë, për dhimbje dhëmbi, për çdo lloj gjëje, domethënë. Ajo shiringa dhe kjo lloj forme e shurupit më ka pëlqyer shumë. Një gjë tjetër që më ka pëlqyer jashtëmase shumë janë këto gjëra këtu. Janë qese të tilla. Edhe kur e hap këtë, domethënë ka një aromë shumë të mirë. Dhe këto qeset janë për të futur pelenat, kur i ndron pelenën fëmijëve. Po, okay, mund të jetë shumë normale që të ketë qese të vogla, por nuk më kishte rastisur prapë që të shikoja qese që kanë aromë shumë të mirë. Dhe sidomos kur ndodhesh në një shtëpi tjetër, mysafir, ose ndodhesh diku jashtë, ose në një ambient me njerëz, nuk e di, kur ajo pelena mban një aromë shumë të rëndë, thjesht e fut këtu, e lidhet me forcë edhe zhduket si në sekonda ajo aroma e shpifur, dhe këto realisht i adhuroj. Kam gjithmonë në çantë në vete, po edhe në shtëpi, domethënë, kur të duhet ta hedhësh në kosh, pse jo, mund të përdorësh këto edhe e minimizon atë aromën
që ata që kanë fëmijë me Telena e kuptojnë vetë, nuk ka nevojë që të sqatem më shumë. Harrova t'ju thoja që një gjë tjetër fantastike është që farmacia këtu është brenda supermarketit. Okej, në supermarketet të mëdha bëhet fjalë, edhe do me thënë janë të gjitha ilaçet që mund të merren pa recetë mjeku, përfshi edhe këtë shurupin për shembull dhe shumë gjëra të tjera, janë në pjesën e farmaceutikës, por mund t'i marrësh vetë dhe shkon i paguan. Por ka edhe pjesën e farmacisë ku mund të marrësh gjëra me rekomandimin e mjekut, domethënë. Por duke qenë brenda supermarketit është shpëtim, është domethënë është bërë ai supermarketi që ka çdo gjë brenda dhe s'ke nevojë të shkosh në asnjë vend tjetër, domethënë. Ndërsa një gjë që nuk më pëlqen është po prapë supermarketit ose te IKEA ose në përgjithësi në dyqane kam vënë re që shitëset ose shitësit janë shumë të ngadalt. Domethënë, mund ta shikoj ajo radhën në supermarket, kështu shumë gjatë. Mund ta shikoj që janë me fëmijë dhe mund edhe të qajnë dhe i kalojnë gjërat kështu. Njërën. Çfarë kam tjetër? Tjetrën. Wow, do me thënë në fillim nuk e imagjinoj sa më streson të kjo gjëja. Dërsa në Shqipëri për shembull janë shumë të shkathët. Kalojnë gjëra tak 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 tak. Por ndoshta nga që këtu janë me orë pune më duket. Punojnë me orë pune, kështu që nuk është se ju intereson shpejtësia ose kështu. Edhe nuk është se janë ne shqiptarët jemi të mbi kualifikuar për punët që bëjmë, do me thënë. Një shitës në supermarket në Shqipëri mund të jetë shumë i zgjuar, shumë i shkathet dhe për të bërë llogari. Ndërsa këtu nuk e kam vënë re vetëm një herë, prandaj po e them, se po të ishte vetëm një herë do ishte e çuditshme. Po nuk do me thënë mund të ngatrohen ose mund të stepen me gjën më të vogël, me gabimin më të vogël dhe thrasin atë që është si menaxhere. Edhe kjo më ka bërë realisht më ka bërë shumë përshtypje. Një gjë tjetër që po prapë më ka bërë përshtypje është kur do të shkosh, besoj se është bërë tani pas virusit ose pas kësaj gjendjes që njerëzit ishin karantina, nuk e di, por nëse do që të shkosh diku, sidomos aktivitete si Halloween ose Christmas light që shkuam dhe ne, çdo gjë që ka lidhje me vitin e ri, festa të tilla, duhet që të rezervosh shumë kohë përpara, të paktën një muaj përpara, ose ndryshe nuk do gjesh vend ose bileta që të shkosh. Kështu që, nëse keni në mendje, domethënë mendojeni vitin e ri që nga nëntori, mendojeni Halloweenin që nga fundi i kushtit, mendoj gjithmonë në advance, mendoj shumë përpara. Për shembull, ne tani kemi marrë një divan, por na pëlqyen shumë disa divan që shumë fare, domethënë, dhe ishim gati duke i porositur dhe kot domethënë se si mu dha që ta pyesja sa do vononin që të vinin, edhe me mendjen që 2 javë, maksimumi 3 javë, dhe ne i kemi parë në nëntor dhe na tha që mund të vinin në mars, edhe në fillim menduam se po bënte shaka. Në mars, si ishte domethënë të rinim nëntor, dhjetor, janar, shkurt, mars, 5 muaj pa divan duke i pritur, nuk bëj fjalë. Vetëm nëse ti do që ti ndryshosh ose ke plane kështu afatgjata, të ngadalta për shtëpi, okay, por patjetër jo të gjitha, por në një dyqan që bëheshin, nuk e mbaj mend ku bëheshin, ishin handmade që bëheshin vetë edhe plus vononte pastaj dhe transporti. Në përgjithësi, domethënë, nëse do gjëra, duhet t'i mendosh shumë kohë më përpara. Të ndihmon shumë që t'jesh i organizuar, që të mund të bësh gjërat që do, se të mos humbasësh ndonjë gjë të bukur, interesante. Këto janë gjërat që më së shumti më kanë bërë përshtypje dhe më e veçanta, se desha harrova, është që njerëzit këtu mund të martohen në autobus. Domethënë, unë atë ditë nuk munda do të ta filmoja sepse më shpëtoi dhe nuk e kisha idenë. Po domethënë, një nga këto autobuset tipik të kuq të Londrës, të Anglisë, që vinte dhe është si të shkruaj Zoti Erion dhe Zonja Majlinda po martohen në
i lanë vend për shembull edhe datën. Edhe ato mund ta shikoj pastaj gjithë qyteti dhe brenda autobusit janë njerëzit që po festojnë ose diçka e tillë. Okej, nuk është se nuk bëjnë fest tjetër, po mund të jetë si një diçka, domethënë shumë e veçantë. Po edhe kjo më ka bërë jashtëmase shumë përshtypje dhe është e veçantë. Ç't'ju them tjetër, nëse do më kujtohet ndonjë gjë tjetër, mund t'ja them edhe në videot e radhës. Po për momentin këto ishin gjërat që janë të çuditshme dhe shumë ndryshe të Londrës nga vendet e tjera. Edhe si informacione që mund t'i keni nëse doni që të vini të jetoni këtej ose nëse doni që të vini edhe thjesht për vizitë. Dhe po e mbyllim videon me letrën që i shkroi Roeli babajgjyshit. Domethënë, cila nga këto të dyja është, se e ka lënë këtu. Okej, më tha që t'i bëja një zemër, sepse duket që është zemër e bërë jo nga Roeli. Këtë nisi fiks që të vënte. E ka shkruar për babajgjyshin. Më tha që t'i bëja një zemër babajgjyshit, Santa Claus, që e donte shumë edhe që nuk është se kishte ndonjë gjë specifike, po donte vetëm ëmbëlsira, më duket çokollata, por shikojeni edhe këtë pjesë. Si fillojmë? I dashur babajgjysh. Jo, Alina. Prit. No, Alina, please. Prit pak, mami. Ordera. Pastaj do e marrësh edhe ti, Alina. Merre kutin këtu ti, Alina. Jemi ullur te pema. Edhe po i shkruajmë babajgjyshit. Çfarë po i shkruan, Roel? I dashur babajgjysh. Ë? Okej, do i shkruaj dhe Alina babajgjyshit. Çfarë po i shkruaj e ti, Roel? Çfarë dhurate do t'i kërkosh babajgjyshit? Desolata. Çfarë janë ato? Janë çokoladë. Çokoladë? Po tjetër? Tjetër. Ke dëshirë ndonjë lodër ose ndonjë gjë tjetër? E di sa bukur e lexon babajgjyshi shkrimin tënd. Shiko, edhe Alina e ka bërë një shkrim. Bravo, Alina. Tasë? Po. Shiko të ndihmoj Roeli. Atëherë çfarë dhurate i kërkove ti babajgjyshit, Roel? I kërkove ndonjë lodër? Një lodër me Me çfarë? me topa me kësu, pemë. Me topa me pemë. Po. Nuk ke parë ndonjë lodër atje te supermarketi që të pëlqen shumë edhe do që ta marrësh? Po. Cilën ke parë? Lodër Spider-Man. Me Spider-Man. Në rregull. Po ndonjë dëshirë tjetër ke ti? Të lasë një herë të një. Okej, shiko. Un babajgjyshit do t'i bëj një zemër. Kështu që ti the edhe do shkruaj babajgjysh, të duam shumë. Prit, Alina, please. Okej. E lam për gjysmë. Po, ta shkruaj edhe te letra jote. Patjetër, Alina, si mund të ishte ndryshe. Mam. Po. Bëjmë të një zemër. E male. Wow, sa e bukur kjo zemra jote. Shumë bukur. Ja pra, kjo ishte edhe video që kisha përgatitur për sot. Shpresoj shumë që t'ju pëlqej, edhe nëse jeni në Angli dhe dini gjëra të tjera të çuditshme, mund të më komentoni poshtë, ose nëse ju bëri ndonjë gjë përshtypje që e keni dëgjuar, mund të më pyesni, si të doni ju. Mos harroni edhe një herë që të bëni subscribe në kanalin tim dhe të vazhdoni të ndiqni video tona, sepse po mundohem që të bëj video më shpesh, edhe jashtë kohës, domethënë që e kam shumë të kufizuar. Dua t'ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe bashkë shihemi në video në radhës. Mirupafshim!